jetë në tokë, por nëse bie në duart e Gishit edhe të njerëzve të tij, fuqia e tij do të shkatrojë gjithçka. Kjo do t'ishte e tmerrshme të ndodhte pikërisht tani që i dashuri im Marku më në fund e pranoi sekretin tim. Mina, Lori, Padi, Pami, ne do të punojmë së bashku që të mbrojmë të ardhmen e tokës me çdo kusht. Le të shkojmë. Edhe përse zgjati pak, koha që kam kaluar me ju ka qenë shumë e bukur. Unë kam shumë besim tek Pami dhe jam e sigurt që shumë shpejt do të kthehet tek ne. Po Gish, pse është këtu? Mike apo armike? Më në fund gjetëm momentin për të folur në qetësi dhe ju erdhët për të na bezdisur. Më dëgjoj mirë. Nuk e di se çfarë po kurdis Gish, por kujtohu që Pami është një nga ne. Çfarë, një pjesëtare e skuadrës suaj? Nuk ju kujtohet se çfarë ndodhi në betejën e fundit? Siç e thatë edhe ju që është mikja juaj shoqëruese e skuadrës, si ka mundësi që nuk u transformua, si ka mundësi që në momentin që ju kishit nevojë nuk ju ndihmoi? E çfarë lidhje ka kjo? Këto nuk janë punët e tua. E kuptove? Pam, të lutem na thuaj dhe ti diçka. Fol, përse rri e heshtur? Kohët e fundit kam gjetur një mënyrë për të shpëtuar këtyre zhurmave, nëse tani je me mua do t'i haroj të gjitha ato çfarë ka ndodhur në të shkuarën. Mjaft, lëre të qetë. Mbyllë gojën, nuk është puna jote. Është faji, nuk e mendova për mundësitë të tjera. Sinjali që kam marrë është përfundimisht i një uji të kristalt. Ai është këtu në gjih, por jo në anije. Nuk është një anije, pa ajo ndodhet pikërisht në mes të gjirit. Unë kam marrë pamjet e betejës dhe shiko se çfarë kam gjetur. Pra ti beson se Pami ka reaguar ndaj asaj tufe mjelmash? Përse shqetësohesh kaq shumë për këto gjëra, përse të intereson nëse humb një mik të skuadrës? Mos ndoshta nga që je e pasigurt. E po bëni mirë, sepse mund ta mbroni tokën sa herë që të doni, por ju nuk do ta mposhtni kur blun e thellë. Mos the gjë blun e thellë. Këtë emër e kam dëgjuar të përmendet, po kush është? Drejtuesi ynë i madh. Çfarë? Tani mund të flas, sepse tani nuk marr më pjesë në planet e tij. E po mirë, duhet ta dini që bluja e thellë përdor ujin miau për të arritur rizgjimin e tij të plot. Çfarë më përpiqesh të thuash? Kur ai të rizgjohet, fuqitë e tij do të jenë të pandalshme. Jo, mos ikni! Po të përshëndes. Prit pak. Çfarë po kërkon? Sa po ta thash? Sa po ta shpjegova përse e kërkojmë ujin miau? Po, por tani është e qartë që nuk është ky objektivi yt, e ka mirë? Dëgjoj Pam, unë nuk e kuptoj se përse ti pranove të flisje me mua, po për momentin mund të them se ndihma jote është e dobishme. Sepse tani je vetëm, më thuaj çfarë do saktësisht. Është një gjë që duhet ta bëj patjetër sa më shpejt jetë e mundur. Po, jam Lori. Po fletë Rajani, kemi gjetur vendodhjen e kristalit që po kërkonim. Po ju dërgoj koordinatat. Nisuni. Shkojmë? Sigurisht. Pas kësaj që tha Gishi duhet ta ndalojmë që uji kristal të përfundojë në duart e alienëve. Forca vajza, të nxitojmë.
vendi është ky? Kam përshtypjen se është një rezervat për shpendët. Shikoni, ja ku janë. Jeni me vonesë. Përshëndetje vajza. Ju jeni vërtet të sigurt që ky është vendi i duhur? Kam studiuar pamjet e betejës së fundit. Kam zbuluar se kanë qenë disa shpendë afër në fluturim. Njëri prej tyre transportonte ujin mjau. Ja, shikojeni edhe ju vetë se Po, gjë. ai ka shumë të drejtë. Më fal, po si është e mundur? Ka shumë mundësi që kjo tufë mjelmash të jetë këtu në këtë rezervuar. Më falni, por unë nuk po arrit të kuptoj diçka. Përse një mjelm duhet të transportoj ujin mjau? Është një pyetje e mirë, as ne nuk ja kemi iden. Kështu që kjo detyrë ju takon juve dhe duhet i kapni. Po nuk është edhe kaq e thjeshtë. Nëse ata e vërejnë praninë e njerëzve afër, fluturojnë menjëherë. E di, nëse duam t'i kapim, duhet i ngrejmë një kurth. Po, është e nevojshme kjo? Për çfarë arsye jeni të zemëruara? Çfarë po thoni? Nuk mund të besoj syve. Shikoni, po fluturojnë të gjithë rreth minës. Po përse? Nuk e kuptoj. Pra, për këtë arsye e keni sjellë ujin mjau deri këtu? Vajza e pa çfarë mrekullie. Mina është aftë të komunikojë me shpendët pikërisht si tilun e shtrydhe që arrin të kuptosh macet. Po, ke të drejtë. Do me thëmë po vinë këtu? Ja ku është? Është uji kristal. Po mos, shikoni. Kemi ardhur për të marrë ujin e kristalit. E sakta, jeni gati? Transformimi i mjau shtrydhes. Transformimi i mjau lorit. Transformimi i mjau patit. Po çfarë po bën? Mina, çfarë je duke pritur? Goditja elektrike! Shiriti i zemrës. Tani, jam gati! Mina, nxito të transformohesh. Rryma e ujit. Energjia e lëvizjes. Ta tregoj unë të tart. Forca Mina, duhet të transformohesh. Jo, nuk mund ta bëj. Tani që pami na tradhtoi, nuk ka kuptim të luftoj. Largohuni, mos guxoni. Naft, më lëso! Jo, nuk kam ndërmend. Ta pranojmë të vërtetën. Projekti mjau dështoi. Po çfarë po bën ajo mjelma? Nuk e di, por jam i sigurt që është ajo që ka kristalin që po kërkojmë. Nuk mund ta bëj këtë që po më kërkon. Nuk mundem, po të them që është e pamundur. Mjaft! Mjaft! Hej, po jam bath! Ha? Po çfarë duan këta zogj? Ha? Po ku shkoj? Një moment, nuk e ndjej praninë e kristalit. Ha? Me të gjithë këto shpend nuk mund të bëjmë më asgjë. Eja të shkojmë dhe përgatisim një plan tjetër. Si është e mundur që uji kristal u zhduk papritur? Mina, U gabova sepse mendova për pamjen dhe mënyrën se si na tradhtoi, por tani jam e zemëruar. Tani kuptoj shumë gjëra që më përpara nuk i kisha të qarta. Ato shpendët po na luteshin që të gjitha ne t'i ndihmonim. Më shprehën vuajtjet e tyre, trishtimin, zemërimin, shpresat, ëndrat e tyre, më kanë folur me zemër. Ishin sinqerisht të bindur se drita e ujit të kristal do t'i kishte ndihmuar. Kjo ishte arsyeja pse e kishin sjell deri këtu. Pavarësisht lutjeve për ndihmë, unë ju përgjigja me një refuzim.
Haja tu fluturoj për të ardhur për të sjellë këtu kristalin për asgjë. Dhe unë nuk i ndihmova, sepse isha e trullosur nga adhurimi që ndjej për pamin. Të lutem, Mina, mos qaj. Pra mos u mërzit kaq shumë. Unë akoma besoj tek ajo. Pam nuk do të mundej kur të na kthen tek kurrizin, jam e sigurt. Edhe tani më dëgjo. Më dëgjo ti, ndodh që miqt mund të ndryshojnë mendim. Por kjo nuk duhet të na bëjë të dobët, përkundrazi të na bëjë më të fortë. Është e kotë. U zhdukën plotësisht tashmë. Unë nuk arrita kuptoj se si është e mundur që uji kristal të zhduk në atë mënyrë krejt të papritur. Dhe pa e kuptuar fare fuqinë e tij u glabëruar nga diçka. Hipoteza jote është një hipotezë mirë menduar, sepse në fakt fuqitë e ujit të kristalit mund të futen brenda një objekti tjetër. Është një ngatresë e madhe. Ryan, më thuaj, ti çfarë mendon për ato që tha Nina, më thuaj pak? Po përpiqesh të thuash për sjelljen tradhtare të pamit. Pikërisht. E po nëse kjo është e vërtet, i vetmi që e ka fajin këtu jam unë. Kjo është ajo që mendoj. Më dëgjo, Mash. Sipas teje, çfarë duhet të bëj? Po flas për pamin. Mendon që do të largohet? Mbani qetësi, kemi kohë që jemi bërë një skuadër, por tani e kam gjithçka të qartë. Ju nuk keni aftësitë për të mbrojtur tokën. Për çfarë arsyeje e tha atë fjali? Mendoj se vendi im nuk është këtu me ju. Nuk kam dhënë ende një përgjigje për filmin që do xherohet në Hollywood. Por gjithsesi, jam menduar gjatë dhe nuk do përjashtoj si mundësi pranimin e ofertës. Lule shtrydhe. Kujdesu për Minën. Përse e thua këtë? Ndoshta është vetëm një taktik për të na bërë më të përgjegjshme edhe të vendosura, me që deri tani nuk kemi bërë asnjë punë të shkëlqyer. Sido që të jetë, është diçka që akoma nuk arrit ta kuptoj. Ja ku jam. Kemi ardhur në momentin e mësimeve të padit. Sot duhet të merrem vetëm me ty, Mina, që je në një humor të keq. Tani do të tregoj nivelin e miqësisë që është ndërmjet teje dhe pamit. Tani bëu gati. 1, 2, 3 dhe nisemi. Pak durime dhe do të shfaqen rezultatet. Kërkoj ndjesë sepse është bërë një gabim, por mos ke frikë edhe parashikuesit gabojnë. S'ka gjë, se tani do të fillojmë nga fillimi. Do ta shohim pak ku kam gabuar, hë? Po si, përse po ikën kështu? Po dal të bëj një shëtitje, shihemi më vonë. Atëherë miru pafshim dhe shëtitje të bukur. Ku është Mina? Sa po doli të bënte një shëtitje. Sa e çuditshme, kush e di ku shkoj? Po pra, Përshëndetje, çfarë kemi? po flisnim për Minën. Do të përdorte dhënat e mia për të parashikuar të vërtetën që shëndron me simpatikes Lori dhe misteriozit e Ryan. Të lutem, kurse i këto parashikime? Përse nuk do? Më fal, por nëse nuk gaboj, më the që ti të pëlqente shumë. Pra do të pushosh. Më dëgjo, Ryan. Po, çfarë ka? Kam menduar shumë gjatë për këto që ndodhen dhe kam përshtypjen se pami sillet në këtë mënyrë për të na bërë më të forta dhe më të ndërgjegjshme, sepse jemi skuadra e miau miau. Ti çfarë më thua? E po, unë... Mendoj se ti e di. Unë besoj se ti je i vetëdijshëm për qëllimin e pamit. Po, e pranoj. Por ishte vet ajo që ma tha. Tani dua të jem e qartë pa terma të nënkuptuar. U bë kohë që duam të kontrollojmë alienët. Por ne nuk jemi luftëtare, jemi vetëm disa vajza. E po mirë, me siguri që këtë jetutje, betejë do të bëhen gjithmonë më të ngarkuara, sepse armiku do të forcojë sulmet e tij. Nëse duam të imposhtim, çdo njëra prej nesh duhet të gjejë forcën për të përballur me ta. E dija. Tani shpjegohen shumë gjëra. Përveç njërës, si ka mundësi që pami po shoqërohej me gishin dje? Këtë gjë nuk e di dhe nuk ja kam iden fare, më beso. Vajza, më dëgjoni. Çfarë ka ndodhur tani, Kyle? Sapo ka marrë një sinjal të Minës dhe të pamit. Janë në rezervuarin natyral ku u bë betejë me alienët. Dhe alienët janë akoma atje? Jo, për momentin janë vetëm ato. Atëherë është e qartë, kanë për qëllim të përballen, s'kam dyshim. Le të shkojmë, vajza, duhet të nxitojmë, ti ndalojmë. Po, shkojmë. Je e nxehur sepse ditën e djeshme nuk ju kam ndihmuar kundër alienëve. Kjo është arsyeja apo jo? Po, por nuk është kjo arsyeja e vetme. Jam e zemëruar, sepse nuk na ndihmove dhe kisha besim tek ti. Kishe besim tek unë? Nëse do të kisha besim të sinqert për mua, nuk doja kisha vënë në veshje një artikulli të gazetës.
Nëse mungesa ime të bën të paaft për të luftuar, a mund të më thuash se si do ta mbrosh tokën? Po ti do të më thuash nëse ke ndërmend të na tradhtosh? Përse refuzon ti përgjigjesh kësaj pyetje? Edhe nëse ju kam tradhtuar, ti çfarë do të bëje? Do të sfidoja në një duel, ja çfarë do të bëja. Dhe tani do të ta tregoj transformimi i Miau Minës! Unë jam gati, transformimi Miau Pamit! Unë të admiroja shumë, për mua ishe një idhull. Jepi më godit! Më vjen keq që kërkove vet. Ndalo! Miau Mina, të lutem mos e bëj. Këtë herë ke kaluar çdo kufi. Mjau shtrydhe, ti mos ndërhy. Kafshët janë të dëshpëruara. Duan të shpëtojnë planetin, por nuk din se si. Çdo njëra prej nesh duhet të bëjë detyrën e saj, derisa dëshirat e tyre të plotësohen dhe të jetojnë në kushte më të mira. Po përse nuk e kupton, Vall? Është pikërisht ajo që po kërkojmë të bëjmë, të mbrojmë dhe të shpëtojmë tokën. Por nëse grindemi mes nesh, nuk do të bëjmë asnjërin. Cila do që të jenë arsyet, nuk duhet të luftojmë. Çfarë ka? Shpendët janë shumë nervoz. Shiko, Miau Lori, ato po të riqen nga një tornado e madhe. Çfarë duhet të bëjmë? Po kur u krijua ky ciklon? Duhet i mbajmë syt hapur. Mund të jenë. Përshëndetje! Alienët! Thoni të vërtetën që nuk na prisni fare. Të gjithë ata shpend që janë në këtë rezervuar natyral do të ngordhin nga cikloni që ne kemi krijuar. E saktë, kështu ne do të krijojmë ujin e kristalt në qetësi të plotë. Nuk do të arrini kur këtë plan. Përse, çfarë mendoni të bëni? Do të vjeni kundër tornados? Ai do t'ju bëjë copash. Miau Mina! Ku je? Ku ke përfunduar? Të lutem përgjigju! Sa e çmendur që qenga, nëse do të përfundoj brenda ciklonit, nuk do të dalë më kurrë. Ktheu këtu, është shumë e rrezikshme. Mos u shqetësoni për mua. Jam e sigurt që Mielma do t'i përgjigjet thirrjes time. Mos ki frikë, Mielme vogël, të lutem, ma jep kristalin, të përgjërohem. Do ta shpëtoj planetin. Mu përgjigj. Miau shtrydhe, përgatitu për të marrë kristalin. Po, jam gati. Ai Pepaj, uji Miau ju përgjigj Miau Minës. Goditja elektrike! Zemra e Minës! Nuk mund të gaboj me shënjestrën. Shigjeta e veprimtaris! Radha ime. Zemra e kristalit, rezato! Shiriti i bulzave! Të lumtja dole mban. Bot një punë të shkëlqyer. Po, një punë fantastike, jemi krenare për ju. Oh, vajza, vërtet mendoni kështu? Sigurisht. Ju kërkoj ndjes.
Pam, nuk ka përse. Duhet ju jap një shpjegim. Unë shkoj shumë shpesh në kishën ku më gjetët. Shkoj për të kujtuar një person shumë të rëndësishëm për mua. Më vjen shumë keq që prisha besimin që kishim mes nesh, por jam gati të bëj gjithçka për ta rifituar. Ndoshta isha e zemëruar sepse ju kishit besuar ato që thonin gazetat pa më pyetur mua përpara. Mja ushtrydhja kishe të drejtë. Me të vërtet I kalova limitet dhe për këtë ju kërkoj falje. Ajo që nuk kuptoja është se pse u shoqërove me gishin që e kemi armik. Ju kujtohet kur ju thash se alienët mund të provojnë ndjenja. Me që isha aty mendova ta pyesja për këtë vetë. Edhe ai po kalon një periudhë jo shumë të lumtur. Mjau Mina. Çfarë ke? Përse qan? Asgjë, nuk ka asnjë problem. Jepi, pajtohuni. Më dëgjoj Mjau Mina, të përgjerohem të më falësh. Gjëja më pozitive e kësaj ndodhie është që tani jam më e fortë. Aq e fortë sa unë nuk arrit dot ta besoj.